Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve, të bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është mbreti i kupës. Ky mbret sjell qartësi, qetësi. Qetësia nuk do të thotë mungesë ndjenjësh, por fuqi për t'i ndjerë të gjitha pa u përmbytur nga asnjëra, të dashur binjak. Mbreti i kupës është ai që i ka jetuar thellësitë emocionale dhe tani ditë i mbajnë me dashuri pa u zhytur. Ai ri ulur mbi ujëra, simbol i ndjenjave të vazhdueshme, por nuk fundoset. Ai është në paqe me detin e mbrëmshëm, jo sepse nuk ndjen më, por sepse nuk i friksohet më ndjenjave të tij. Sikur jeni bërë diçka imun, të dashur binjak. Absolutisht në këtë letër shfaqet është mbi det, i shfaqet i kthyer me vetveten duke mbajtur kupën me një qëndrim të qetë dhe të vendosur. Mbreti i kupës është ai që mund të doj pa humbur veten. Keni dëgjuar që thonë, "Ua, sa e doka, sa ka humbur dhe veten e tij." Është komplet në kontroll të çdo ndjenjës së tij. Është një energji e tillë, të dashur binjak, dhe është goxha e bukur. Është udhëheqës i zemrës jo përmes fjalëve të mëdha, por përmes pranisë së tij të thellë dhe të qetë. Kjo letër ju thot mos ki frikë nga ajo që ndjen. Emocionet nuk janë dobësi. Në fakt, aftësia për të qëndruar të qetë përballë tyre është një forcë që pak e kanë. I je thirrur të jesh mbret apo mbretëresh në botën tënde emocionale, të mos mohosh ndjeshmërinë tënde, por ta udhëheqësh me mençuri, të dashur binjak.